panorama të qetëve. Edhe mua, edhe të tjerëve. Po e filloj me misionin ton të dashur. Pipa tonë. Sonte në emision kam të ftuar disa pipesha që vinë diku nga një krahinë e largët të martuar në një krahinë të afërt. Prej se kanë le, gjithmonë kanë re. Qyshte vogla i kanë rahur. Pastaj ato filluan t'i rahin defët. Kanë rahur fëmijët kur janë halit. I kanë ra edhe hekurin kur u kanë i nxehtë. I kanë re edhe tepijat me i shkund. I kanë re edhe të shoqet klasës. E kanë re edhe zilën e shkollës. E kanë re edhe vetën. Jo, vetën e raftuna. Atëherë, i ftojmë këto motra vandame, që rahen aq shumë sene, e me së shumë t'i defin. E ato janë pipilijat këpes. Jo. Den kismet. Jemi duke ju parë që përpunoni diçka punëtore. Kujtja dedikoni? Pajtybe. Soja Shqiponje? Pajtybe apo den ai. Ka dale Shqiponje se po ngullesh. Në gjilpon ka dale. Valla ka murmuru shumë pronë. Që shketu t'kallëzu Shqiponja. Na me Shqiponjen të shpia këna qeni vulkanizer. Po kepëm guma, po lepitëm guma, tanë që i gumat po i fry me gëj. Maron të i fry. E Shqiponja frykeq. Valla Shqiponja ka qilu hallige shkreta. Kjo vish pi fryn gumat e kalice, so këpo që shkreta. Kosovare, a mund t'na tregoni qysh i keni nxehur defa? Pajtybe. Tybe po. Ai defja po nej se full kosovarja. Pajtybe atëherë natë ku e kalshim dhe kashta në i letra din e nxeshëm, por kur s'ke shumë letra, kitë viranu do keme nxej me dore, ferko, se thëjnë defi është si në sani, kur ma pa ferku së nxejet. A mund t'na këndoni ndo një këngë të dasmës që e keni kënduar më me ëndje? Pajtybe. Tybe po. Ai na krej këngë të kënojna me ëndje dhe kënojna mire, munohmi mja dhon hakun e për kënojmë diçka zakonisht dasmavi këna kënu e këtë këngë hënë dën. Respekt më qunë këngë. Ani marinu se kure njite konen. Ani marinu se kure njite konen. Aharove nonen, aharove nonen. Aharove
babën, harrove nonën. Harrova nonën se harrova, babën se imin që u dashurova, nëra mila imin që u dashurova. Imet. Jam e kërgjëna që të punë e krynë. E di që ju keni kënduar shumë në përdasma. A ka ndodhur t'ju thot dikush, këndo ma filan kunaten, edhe ju ta bëni tekstin aty për aty, që tani të na kjo loj muzike quhet talafa. Paj, tybe. Tybe për. Hade. Na kena kënu në përdas, ma na ka lypë gjithë shka, për që kena dhonë. Kena kënu edhe kështë që shpër thuti, se improvizime pak i rezri, e këshëm se më nishë mungull, ama po, këndu shta kënujna. A mund na këntoni dikan për shamull këtu në salë? Vesh këtë, për da. Po, veç pak. 1, 2, 3, 4, 5. A pan sonjën shkurte? Paj, tybe. Tybe, po. A i shkurta kënën ma mirë se na, Kënën hamëm. Mi mot ligat, ha? Po, shkoj. Më i shkurte, e martu me hajushin, o më shko bëndujet, o ti me Mahmutin, o se shko bëndujet, o ti me Mahmutin. Mahmuti shretja, o kënoj duete, o më të shkurte, e kolle dhe vete, hajt me shkurte, e kolle dhe vete. Mori shkurte, fort pi hatri leqet, mori shkurte, fort pi hatri leqet. O që ja hjeke, hajrushit mos teqet. O që ja hjeke, hajrushit mos teqet. Faleminderit. Kur gjau, Tybe. Qysh jeni pagu për para në përdasma? me keste. Paj, tybe. Tybe paj për para si na pagu kur qyshti qëta dhe kjo mëtra. Ja, tybe në stash kërgjë, për te mëre fjallën. Aj na jepshin dhe pastava, kur na jepshin i pastav, ja këne shumë gjithë konga, me na dho pastav qarshafin na vlak, ja këne shumë kongën komplet. Shaq. Bile njone na pat fruj pull me gjithë zej, ja pa të më kënu, atë farë qërin, që ka pasat? Qarilazin, që gatë. Ani, as tash po paguhum, tash po paguhum vere si marum. Për na kitë punë e bojna për qef. E valzimet këtu në herë, qysh jonë kanë? A moni më na demonstru pak? Paj, tybe. Tybe po. Hade. Une, kur t'jemi të valzimet a për kërsimet, këm qef mu ha pak si a gjina em për shamër. Për arsye se sa do pak publiku dhe shikusin dhe për shpia din shka është kërsimi, din shka valzimi, kërsim kena dal pak edukat qytetare jë, edukat fizike, kem kërsim së larti, kërsim së afrmi, kem kërsim dalën dyshe, kem edhe kërsim në kolja më ngullesh, si regja. Për krejt dartë, në dardone? Keme dhe këcim CD-je. Për, zakonisht, kërë kërsim CD-je ndëllë këngtarëve të ri. E kemi kërsimi maj famshëm, dhe më thonë na më këtë vjetë që konë kërsimi maj mirë në për dartë, më është kërsimi këshërën ljullë. E qysh ka qenë këj kërcem, a mund t'na tregoni? Pa e ti nuk i lullë këtë në të pe, për, mënëm dishka me Që ja u qes që tho. Faleminderit, që, dardone një më? Atë shëqëraj. Për shëqëra. Shën lull është Më se kësina qoft. Katë këcen e këshyrin Për, vesh lullin me këshyrë dhe më thonë katë kërsejsh, për.
Vazhdone. Për A në. me të arret ding e ding dang. Ja, dingi ding ting. Hajde. Faleminderit. Ja, mos tani. A ka edhe kërcime tjera? Pa, ka edhe kërcime tjera. Cilat janë? Ka shumë, po do t'i sekum dhe ma kryesuret, dhe më thonë është edhe kërcimi vjerës, një pi kërcimeve që përdor natë kë, përdoret edhe tash edhe do të përdoret sot ka njerëz në tëk. A na tregoni pak qysh është a Ja këtë? pak, po deri në fund. Kërcimi vjerës është veç është e vjerën dhe i delë në Balkanë, dhe me punu na i sa diçka, veç që merë polën e demive, pëp, hop, e bën kërcimin së larti, dalën dyshe bjenë në kolin ngullet. Për fund, a kishim mujt për na këndu edhe një këngë? Pa të këndën me ta këndë. Kisha pasur të shirt na këndoni Najt Hasanin. Me qiqë. Ma shpejt. Pa ku e gjetën a jitin? Nga jiti. Marina ite, qa peqana dhe gishte, o se Prizreni, ka dol dorë me bishte, o se Prizreni, ka dol dorë me bishte. O Marina ite, mirë po të rretu poni, o se Prizrenin, stalshën Ramadani, o se Prizrenin, stalshën Ramadani. O, mos tani se ti, je dhonër Këmëroni, O, mos tani se je dhonër këmëroni, heja, hej. Alle mot. Me kaq e përfundojmë emisionin Pipa ton, po type.